tjerëve që janë jashtë vinë atë dhe unë logik, mirë po janë 2 milion njerëz që po përpiqen të dalin edhe po ikin duan të ikin në Qipër. Me pak fjalë, aty ka quar Izraeli flotën e vet aviacionit civil. Në Shqipëri kanë nxjerr aviacionin civil. Megjithatë, ajo që po thonë është kjo që ekuilibrat e luftës kanë ndryshuar. Shqipëria ka një stik si shtetë të vinë të një gjithë opozitorë. Shkak se shteti vojnë ka pranuar ministri aktual Tirana. Ndërkohë, që para një javë, ditën e 8 sot më duket luftë, Izraeli në një shkak të dukshëm më tepër me artikull. Ka zbuluar për shembull që baza kushtovite ekspulsate dhe kushtovite këto rekrutime që do bënin goditje me këto organizimet bërmëtjore ishin në Azerbajxhan, 2 baza. Rajoni faktikisht është përfshirë, është normal që Izraeli ka halatët e vet dhe Irani ka halatët e vet. Ne jemi të gjë. Para duhet të themi diçka. Mbyllët bomba Izraelit. Nuk kam Kam dhënë shumë financiare. Nuk është kjo sfera që do mburojë Izraelit loja kombëtare. Izraeli nuk është në vend të papoç. Dhe kjo është humbje shumë e madhe për vetë Izraelin, sepse Izraeli ka jetuar mbi konceptin e fuqisë pa fuqi. Pasi nuk është me fuqi. Dhe kjo është defekti më i madh që ka Izraeli. Në vend që të krijon ato fuqi të fuqi. Arma jote më fortë është pjesë kushtare dominancë është me vërtetë Izraeli sot është një krizë e madhe ekzistenciale. Që do të bëjmë duhet të pak këtë pjesë. Tani kush i solli këtë pjesë, u më dhe të vetë politika e Izraelit. Megjithatë që është një konflikt, po fakt që gjërat kanë ndryshuar të rreth. Për shembull, ka dy filma teologjisht pa preshje. strategjike që kishin lidhje me infrastrukturën në Iranit, dhe pasi do të Izrael dhe gjumë të ushtrisë, të politikës, të ushtrisë të shkencës, siç e ka Izraeli pasurimit kombëtar. Lidhje ndërkohë, Irani duket që e ka marrë vetëm ka filluar të bëjë pushim raketëve të tregorit të shtimin e asaj quhet Amundon. Në një ditë lufte ti nuk quhesh antisemit për shkakun që si thua po ti të bëre për palestinez. Do të thonë po Izraeli kanë do të themi këto lloj lobimi sepse siç e thonë gjithë Izraeli kanë popullatën e Netanyahu ka një
Edhe para se të fillojë sulmi i Iranit, Tel Avivi dhe qytetet jashtëm ishin protesta qytetarëve. Për të mos thënë pastaj Irani se si menaxhoi luftën e Gazës e tjerë gjëra që ti për shembull Bibi Netanyahu se të reagoj për të sulmin që bëri Irani këtij spitali kushtarit për thënë kjo është kundër njerëzimit. Ta gjithë spitalet mbi 10 spitale nuk ekzistojnë në Gaza, domethënë. Okej. E megjithatë, ato kanë dalë në mbështetjen politike, por nuk kanë në mbështetjen shoqërore, mbështetjen europiane, mbështetjen trajnimore, mbështetjen e gjithë botës. Nuk ka ndodhur asnjëherë se nuk ka ndodhur në ishte Berlin, asnjë që përmendim qytetarët e lirë të bëjnë një refuzim kaq madh kundër politikës së Izraelit. Se Shumë gjuhësh që janë në kohë që sankcionojnë, se ka shumë gjuhësh që sankcionojnë. Shumë gjuhësh në Amerikë kanë dalë domethënë kundër kësaj lufte, i kanë quajtur palestinezët vlerë. Fredi ti e marr me këtë histori Që natori sa që janë dhe zhvilluar janë të mirë dhe Jacob Natori Kasa ti di është një lobim shumë i mbretërve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, janë rreth 340.000 dhe ato janë një sekt judaist ultra-ortodoks, por që ato refuzojnë ekzistencën e shtetit Izraelit dhe e quajnë një sajes sioniste e cila dëmton